Dhe të dashur me që jemi ende bashkë, por jemi në fundin e emisionit Familja Jonë. Faleminderit shumë që prej orës 16 jeni bashkë me neve. Ne do të vazhdojmë me diçka tjetër. Unë e di që kjo është rubrika juaj më e dashur, sepse këto e dalloj edhe nga mesazhet që na dërgoni. Ndryshimet e shprehive në të ushqyer janë aq të dukshme prej që ka filluar rubrika e Lenës, saqë unë jam shumë e lumtur që Lena ka pranuar me bashkëpunu me Familja Jonë, edhe me ndiku kaq shumë në masën dhe në shikues tanë. Lenë, mirë se erdhe. Kënaqësi çdo herë me të pas në studio, edhe patjetër shumë falendërues për ndryshimin që ke bërë edhe në stafin e kanalit, por edhe në stafin, po e them, të Familja Jonë, sepse Familja Jonë është familja më e madhe në Kosovë. Kemi aq shumë antar, i vogël e i madh na shkruan, dhe është ndjenja më e mirë kur na shkruajnë për me marr kontaktin tënd, për me orientu për dietat që ti ju shkruan, dhe me të vërtetë na ke dhënë një përgjegjësi të lartë. Kjo është arsyeja që tash e kam marrë detyrë kështu përgjithësi, sepse përmbushna çdo herë më shumë me rezultatet, dhe ajo është qëllimi jam, me arrit mi bëu shprehje mira. Pyetja është, a ka më shumë persona që të shkruajnë për menyt e ushqimit për të shtuar peshë apo për të humbur peshë? Sepse më duket 50-50. Këtë periudhë pranverës, krejt me humb peshë. Tash japim zar krejt mu dëmsua, mu ata që ka nevojë për shtim peshë, nin më shumë lodhjen këtë periudhë, sepse është ajo periudha e pranverës që të gjithë kemi një rëmje të imunitetit, kështu që ata tash ju bjen mend që duhet gjithësisht me marrë vetëm me ngrit imunitetin, harrojnë që janë në peshë, po për dobësim këtë periudhë normal që është transfer, era po vjen. Por që Lena i ka dietat personale për të gjithë, nuk ka diçka të cilën mund ta ketë një shablon dhe ta përdor me tezja, holla, gjyshja, por secili dietën e vet nga karakteri dhe personaliteti të gjitha ato se çka pëlqen. Bazë historikut të ushqimit, kohës, këto sa unë ju përshtat në 100%. Krejtonë ndëgjoj. Shumë e lehtë nëse të ndëgjojnë edhe ata ty, edhe shumë shpejt mund të humbim peshë. Fillojnë me më ndëgju shumë mirë, edhe tani mas 2 mujve, kur vjen ai muji i tretë, ja nisin me mësu mua, unë atë gëzona shumë kur ja nis Beli me shku kështu pak ma metra e Beli pak ma brana. Ja nisin me mësu qërse poshtë një diçka që shtu po funksionoj këtë shtu, e që atëherë unë jam e përmbushën 100% sa arrim qëllimin bashkë. Por sot do të fokusohemi në diçka që për mua është shumë shqetësim, Lenë, edhe këto e diskutoj edhe me shumë miqe familjar, për shkak të lodhjes, për shkak të dinamizmit, ka ngarkesë stresogene të madhe që përjetohet. Gjumi është një prej shqetësimeve më të mëdha që ndodh. Pavarësisht që i lodhen me nxitspret me shku në shtrat, prap ikën gjumi. Pse ndodh kjo, Lenë? Sepse do ta flasim një recetë që stimulon melatoninën, edhe unë mendoj se po e pres këtë recetë. Është shumë e vërtetë, për me problemet të gjumi janë shumë faktor. Ka qatë shumë faktor, so që nuk mujmë mi folë me një emision të plot, po na përmbledhim për shkak në aspektin e ushqimit, se çka mujmë na me gabu që më ardh deri te ikja e gjumit. Është problem madhor, për momentin është shumë e shprehur, si sezon ndrimi i orës, është shumë e vërtetë që insektivisht ndrojnë shumë sa, ka ndru ora, ka ndru temperatura, edhe normal që ky cikli cirkadian, ora biologjike, automatikisht ndron. Pa marrë parasysh është 1 orë pyetja të ndron. Nëse na nuk fillojmë ndru edhe shprehit tona, do të thënë vazhdojmë me atritjen e njëjtë shprehive, atë normal që kemi me pas problem gjumin. Kuptohet nëse nuk është diçka kronike, mujna me ndiku shumë me shprehi, për ndryshë nëse ka kalu në problem shëndetësor, duhet patjetër mu trajtu ose mu konsultu me ekspert mjekësor që janë. Po du me të pyet, Lenë, a ka ndonjë ushqim, qoftë edhe i shëndetshëm, i cili jep energji më shumë se që duhet dhe na ndikon te kjo ikja e gjumit, që konsumojmë në orët e vona të mbrëmjes? Janë shumë. Unë tash kisha dashur me cek një lloj teknike që është për gjumin, është formula 10, 3, 2 edhe 1. Që nën kupton? 10 që nën kupton mos me përdor çaja ose kafe që përmbajnë kofein, që e pengojnë prodhimin e melatoninës. 3 orë me ndalu ushqimin, mos me konsumu ushqim, sidomos ushqim që ndikon prodhim të insulinës, rritjes së kortizolit, të pengesës së prodhimit të melatoninës, sidomos mas orës 8. Nuk preferohet sepse pikun e
më thënë, lirimit vetë, prodhimit është, melatonina e ka prej orës 20 deri në ora 22, 2 orë minal krejt aktivitete, do më thënë, mos me punu me pushu, qoftë jo më shku në shtrat, po me pushu, mu relaksu, edhe 1 orë para gjumit, më tha minal komplet aktivitetet, më relaksu, me bona teknik frimarjes, me bo një tosh, edhe më shku më pregadit për më flejt. Realisht kjo kish me qenë ideala në aspektin e shprehive të një personi. E saj përket ushqimit, kom pyetje të tilla që më thënë që më përdor para gjumit, se s'po merr gjumi. Realisht, problemi me gjumin, prodhimi melatoninës fillon mëngjes. Edhe mëngjes, të më thonë, veprimi, ajo që e bojmë mëngjes, ndikon që melatonina mu çrregullu, që është faktori kryesor që arrihet piku kulminant i gjumit, në këtë rast momentin që melatonina është nivelin e dur, atër trupi fillon me bo, secili organ fillon me bo detoksifikimin e funksionet që i bën gjatë natës. Qka gabojmë me mëngjes? Gjatë natës, rreth orës 3 deri në orën 5, kjo është individuale, është në bazë të orës biologjike, trupi, metabolizmi arrin, do më thamë, i kalu komplet ato tretjet në zorë. Edhe tash, në atë periudh, na kur qohemi me njëherë, edhe ullet melatonina në qatë periudh, edhe fillon mu prodhu kortizol. Pa u prodhu kortizoli, edhe mu liru insulin, nuk mujna me pas energji për me fillu mu zgju. E tash në qatë periudh, me njëherë si të zgjuhëm, pim kafe. E që regulojmë këtë periudh për shamë nuk qumë, as njëherë në kohën e njëjtë, njëherë ma vud, njëherë ma heret, edhe me njëherë pim kafe. Qka bojmë? Stimulojmë prodhimin e kortizonit në mënyrë artificiale, e pengojmë prodhimin natural, edhe në më thanë këtu ndikojmë që ai mu stimulu në mënyrë artificiale dhe me kanë gjatë ditës aktiv. Në këtë rast kemi inflamacion të trup. Momentin që kemi kortizol të lartë, normal që trupi është një inflamacion. Këtë kun kemi insulin, të prodhume ma shumë edhe normal që inflamacionin ndodhet në zorë. Në zorë tona është 70% dhe 80% më thanë shkaku i prodhimit të melatoninës. Gjatë ditës lirohet serotonin, ndërsa gjatë natës fillon normal mas orës 8 mu prodhu melatonina. Dhe nëse na e ngarkojmë zorën tonë, nëse na kemi ngarkes të madhe me ushqime që përmbajnë sasi të lartë sheqerit, me ushqime pijet gazume, për shembull me sasi të madhe ose të kafes, energji artificiale, normal që e pengojmë këtë proces natyral. Edhe nervi vagus shqon sinjalën trusët diçka po ndodh. Më thanë, kjo është arsyeja pse ciklet prishet komplet cikli i gjumit prej mëngjesit deri mbrëmje. Mos flasim mua ajo ngarkesa që bëhet e madhe gjatë para gjumit e ushqimit që nuk preferohet. Kur me pi kafen? Nëse jo mëngjes? Vetor, thash, para gjumit. Po as mëngjes të Një orë mas i qesë. Jo, mas mëngjesit dhe torë para gjumit. Një orë mas mëngjesit dhe torë para gjumit. Idealja kafja kishme qenë mas drekës. Amo jo mas drekës, në atë periudhën, për shembull që e ki atë plagështin, për arsye se e ki një lloj plagështie, krejt e kemi. E lidhim që është mas ushqimit, mas drekës, po vetë, kur për shembull masi që të zgjohem, kalojnë 6-7 orë mes ditë, rreth orës 3 ashtu para ose pas në varet, fillon me ra prodhimi i kortizonit, edhe kemi nevojë me ngrit ato, duket sikur ka ra energjia apo djan gjumi. Po tani kafja në akfjell veç. Po jo, kjo kfjell sepse e shtin me prodhu në mënyrë artificiale, tani në këtë rast çatëherë bëjmë gabimin më të madh që e pim kafen. Përveç mëngjes, në çatëherë në drekë e bëjmë gabimin më të madh që e pim kafen. Edhe në momentin që na melatoninën nuk e kemi të prodhu mirë, kemi kortizol sasi të lartë, atëherë aktivizohet, rritet hormoni grelina, që është hormoni i urisë, këj kemi dëshirë për ushqim, edhe ullet leptina, që është hormoni i ngopjes. Në këtë rast është mirë me marrë diçka një pije, ose nëse veç e ki që regullu me këto gjumit, atëherë këti i thojnë qumë shtiartë. Që është mirë me marrë minimumi 2 orë para se me flej. Që kjo do këtë është tentativa e fundit që po bën me mahe kafen. E ka mision që 6 muaj, është të mbamës me pi kafe. Le një ditë do është me mlanë me pi. Një pi e do në vetë. Për ndryshe këtë këtë energji. Po një orë masi që e zgju edhe të orë para se me flej. Okej, do të mundohem. Por, ndoshta me këtë pijen që do të ma shpjegosh dhe paracesit për shikusit, ndoshta dhe e la kafen. E di që po e shoh që ka shumë produkte
Por që a rekomandohet kjo pije para gjumit me u pi? 2 orë. 2 orë para gjumit. Para gjumit. Qa na duhet? Tash është qumsht bademi, pse bademi për shkak që nuk përmban laktozë, nuk përmban sheqer dhe nuk e stimulon prodhimin e insulinës, edhe normal ka ma shumë fibra. Tani është mjalta, kanela, shafrani indian, pak gjinxher edhe biberci për me absorbu, që ndikon më absorbu shafrani. Biberin e zi na e kemi kokra në këtë rast, po mujme edhe shumë pak pluhën, formë plumit, po nuk është që pengon edhe kjo. Okej. Më thënë, qumshti duhet me qeni vakët, apo e nxehtë? Qumsht e nxehtë, po. E nxehtë, okej. Dhe për ata quhet pija artë. Qumshti artë. Një pije e cila edhe njëherë po e potencoj derisa Lena e bën procedurën e ngrohjes së qumshtit, rekomandohet të konsumohet 2 orë para gjumit. Është e mirë për ta themi relaksimin dhe qetësimin tuaj për gjithë ata të cilët kanë problem me orarin e gjumit, janë të parregull, kanë konsumuar ushqime jo të shëndetshme, energjia atyre është në nivelin më të lartë, edhe pse jemi në orët e gjumit, e gjitha këto ndodhin për shkak të dinamizmit që përjetojmë. Okej, këto produktet i shtohen Len gjatë vlimit? Po. Okej. Shafrani, për shkak gjinxhere. Kthehemi edhe një herë te Lena, po. Kanela. E kemi lugën pak më të madhe na, po duhet një lugë e vogël. Një lugë e vogël, lugë e çajit. Po. E imagjina kur ne si popull para gjumit pim çaj të zi. Edhe jo ka një, disa. Edhe jo të lehtë. Imagjina çaj bëjmë gjumit na dashur me. Do me thonë na jemi si armiqtë të shëndetit tonë. Hajde për pim çaj të zi. Po. E mos flasim kur e pim me... Sevdale jemi Len, sevdale na. Mos flasim kur e pim me sheqer. Të rëshkullme. Këto duhet ta pim me një herë, Len. Do me thonë nuk ruan për nesër. Jo. Duhet mu përdore fresh, normal e lojmë pak muftuf për shkak me ashtu mjaltën. Po. Afërsisht sa çush e kena thënë sa e duron dora gotën, kështu 40 gradë preferohet. Për shkak mos mi hup vlerat e mjaltës. Shumë mirë që e theksove, po e ritheksojmë çdo herë kur konsumoni çaj, qumsht, çkado që konsumoni me mjaltë. Asnjëherë mos e vendosni mjaltën në temperaturën më të lartë, më të ngrohtë, sepse i humb komplet vlerat. Ajo që ka mbetet prej mjaltës është vetëm shija e ëmbël. Apo? Po. A fshet që kom mësu për ty? Sa po rime, Lena në po mësoj, edhe pak du më po nutricioniste. Kena nevoj, sa ma shumë që po ma mirë është. Jo, unë kam knacin me të ndëgju ty, Lena. Me thane, loj mu vlu për shkak që mu trejt mirë edhe xhenxhefili, të pas parasysh që krejt janë formë klorit edhe çka ndikon kjo? Ndikon me ul kortizole, prodhimin e kortizolit, stimulon, jep një farë ndjesi e trupit, me bu një pauzë, një pushem. Këtë rast me njëherë fillon me mu prodhu melatonina, edhe ndikon sistemin tret, e ngrit imunitetin, se thamë 70-80%, problemi është e zora, se çdo herë po buna te për të përmend pjesën e zorve, po problemin e kemi të zora. Më thonë, komplet problemet i kemi atë. Përveç nëse kina e problem shëndetësor është tjetër ma bet, amo problemin e kemi kryesisht të abuzimi që bojmë me florën tonë. Këtë recetë mund të përdorim të gjithë, përfshirë fëmijët, shtatë zona, a ka ndonjë smundje kronike ose dikush që vogël, dikush që ka probleme me stomak ose irritim se përballon shijen, se me sasijat që janë, nuk është që mundet me bo na i dëm eventualisht. Ose dikush që ka alergji eventualisht prej njoni prej produkteve që po i përdorim. E hek njonin prej produkteve, dhe me thonë? Ato që ka alergji këptohet. E du të me prit me vlu, tamam që mu tret totalisht. Okej. Përveç kësoj, na e kemi përmend disa herë dhe karanfilin. Ndikon te për mirë nëse zim një çaj me karanfil për 10 minuta, ati mu i mishtu për shama personat që kanë problem me insulin ose me kortizol të lartë, mu i mishtu një sasi të kanelës ose një shkop kanel, edhe këto me marë një gotë para gjumit. Kështu, jo 2 orë, po fiks para gjumit, është shumë i mirë së ardhën, ndikon pozitivisht me qëcu, më thënë, sistemin nervor, për arsye se ndikon sistemin trac. Në momentin që ndikon sistemin trac, atër ndikon edhe tek
sistemi nervor. Apo ma qep mungot? Më thonë, njëherë peqesim këtu për me po pse i kena thonë qumshti i artë. Osa në gjyre bukur. Me po në gjyre, sepse e kemi qujtë qumshti i artë. Qumshti i artë që duhet konsumohet 2 orë para gjumit, për të gjithë ju të cilët keni vështirësi me flajt, kur shkoni me flajt, sepse mund të shtrihemi, por mund të na ikë gjumi. Por jo vetëm, një pije e artë, që ka edhe shumë efekte tjera që i tha dhe Lena. Duhet me uprit me i ra temperatura që të i vendosin pastaj edhe mjaltën. Po, mu që të ma pa mjaltë. Okej. Edhe kam edhe një pyetje të fundit, Lena, derisa presim me uftof pak pija e artë, e gjumit, se më ke bo kurioztar prej kur më ke thënë që kemi me përgatit këtë recetë edhe të premtoj që ka me qenë shumë e rregullt në praktikimin e kësaj recete, sepse nuk e di, po e ndaj me prej vetës si përvoj që ta bëj ty një pyetje që besoj që do ta gjejmë veten shikues. Pse na ndodh kur e kemi një periudhë, ta zë është ora 10-11 e mbrëmjes, kur ne ndihemi që gjumi ka ardhur. Edhe i kemi edhe disa procedura, pastrimi i fytyrës, si dhëmbëve e të tjera, që në ata pak minuta sa vonohemi, ik gjumi. Pse ndodh, a deaktivizohet, a ç'a ndodh me melatoninën në qatë kohë kur është në pikun e gjumit dhe ik për pak minuta? Këtë rast, me gjas, gjatë ditës ke bo diçka, ose s'ke pas një rutin dur, që melatonina nuk e ka arrit pikun e vetë prodhimit. Ti je lodh një farforme i kotë për me flajt, po ka fillu mu prodhu, po jo masën e dur. Edhe duhet shumë pak për mu shpërqëndru, që ajo me fillu me njëherë me ra. Se kjo ora biologjike që e cekëm, cikli cirkadian, e një vetëm ditën. Në tash momentin që ti vepran, kjo ka periudha që ke çrregullu këto, ti ose kushdo. Vepran për shembull format ndryshme, na herë flam më herët, na herë flam më vonë, na herë rrin telefon para se me flajt. Më thon, ai e një vetëm dritën, edhe normal që e një këtë periudhë, normal që është i çrregulluar dhe nuk është cikli që është të prodhu mënyrën e dur. Dhe kjo është arsyeja pse çdo faktor tjetër, qoftë edhe kë, qoftë telefoni, ekranet, qoftë për shembull shumë e rëndësishme që dhoma e gjumit me qenë vetëm për gjumë, mos me kanë asnjë aktivitet tjetër, për shembull mos me marr laptopin dhomë gjumit, mos me marr telefonin, mos me pas sene tjera që ti bën aktivitete tjera për shembull dhomën e gjumit se ato ndikojnë shpërqendrim. Drita me qenë për shembull dikush preferon me qenë pak dritë, po realisht me qenë e njëjtë në periudhat ndryshme. Qysh mujna me rregullu këto? Kryesisht me shprehit mira të ushqyerjes, të sen që e tham prej mëngjesit, po edhe mu mundu me shku me flajt në kohën e njëjtë. Pa morë parasysh pse flam vonë, për shkak që punës ose për shkak që nuk të zë gjumi, mundu me flajt në kohën e njëjtë. Nëse ti s'po të merr gjumi deri njëtë natës, atër njëtë natës shko me flajt, jo ma heret me shku edhe me provu për me flajt. Po, sepse ti je e kthelt. Më thënë, melatonina alas ka fillu me të prodhua, ti pi bën njërë dhënshme, po të të në këtë rast, këtë vëq shpërqëndran, edhe nuk arrit ajo se duhet me kanë krejtë relaksume, duhet me kanë e qetë, më thënë, tretja mu arrit, në pikën e duhet tani me mujtë me flajt mirë. Më thënë, një tani shkon të ndru për shambull ato, 12 e gjysë, 12 edhe mundohesh që me ndru komplet ciklin e gjumit. Se na mjafton 5 minuta mu kotë, edhe më qutë këfjertë si me flajtë të natën? Gjatë ditës, sidomos, gjatë ditës ndodh kjo, e kemi të nevajshme, për shkakun japonezët e kanë praktikuar edhe në shkolla dhe në të punës, me flajt 20 minuta, për arsye se bjen kortizoni që e tham mes ditë, fillon mu prodhu një sasi e melatoninës, po nuk bën me kalu ma shumë se 20 minuta. Okej, ja vlen me praktiku, po jo me ja vlen me praktiku, po jo me flajtë në ditën. Maksimumi 30 minuta. Nëse edhe që ki edhe ki mundësin me pushu, ja vlen, a mu mbrëmje jo. Më thanë, kur bjen me flajtë, për shkak rreth orës 7-8, ose mas darkës, kështu, më thanë dikan negativisht, se çrregullohet komplet ky ora biologjike e trupit. Para se të shkojmë të një histori tjetër, apo ma vendos mjaltën, për ndryshe kafe në anale, po krejtë aktivitetet në domë gjumët për në anale. Jo, aktivitetet relaksuse nuk po i nali. Aktivitetet relaksuse janë të mirë sa ardhën. Okej, kjo është me mjaltë, sa është duna unë me kërku, sepse vendës po pres, vetëm më duhet për kretë shikuesit edhe njëherë me potencu. Me Lenën, Instagram, Facebook, faqen, krejt recetat që për flasim, edhe kitë këshilla që unë e bëj shumë shpesh hajgare me Lenën,
edhe bona sikur pja këtë fjallin, por unë po i praktikoj. Kafen, nga 6 kafe që i kom pi, momentalisht jam duke i pi 2 kafe, edhe pak kam e ra një kafe. A jam mirë? Kadal. S'po të thomë që kom e lanë krejt. Nuk është premtim shumë i madhë. Një paradite më duhet, Lin. Ndërkohë, në falenderoj shumë për këtë recet, edhe shpresoj që sa më shumë të na ekspozosh edhe tek faqja jote recetat e tilla, se me të vërtet jam një prej foncave tua që besoj që edhe tjerët janë të njëjtë. Faleminderit shumë edhe për mundësinë. Normal, bashk. Ndrojmë shprehi. Kemi ndru shprehi, patjetër. Qëllimin që kemi. Tash kjo është pija që unë ju rekomandoj ta përdorni dhe ta bëni në shtëpi tuaja për gjithë ju që keni probleme me gjumin dhe jo vetëm edhe me probleme tjera. Ndërkohë bashkë do të shkojmë në Royal Imaging Center, ku kemi këshillat javore nga stafi i këtij institucioni, i cili e kam thënë disa herë, për të gjithë ju që keni nevojë për imazheri të ndryshme, në diagnostikime në sëmundjeve të cilat specialistët ju kanë kërkuar. Është Royal Imaging Center në Prishtinë dhe në Gjilan, vendi ku rekomandoj për shkak të profesionalizmit, për shkak të radiologëve më të mirë në vend, për shkak të pajisjeve më të reja të dorës së fundit të teknologjisë së shëndetësisë, dhe për shkak të punës së përgjithshme që bëhet me rezultate të sakta dhe të shpejta. Bashkë do shkojmë në Royal dhe me atë material ne do të ndahemi dhe do takohemi të dielën tjetër në ora 16 me Kanal 10. E ju vazhdoni me qëndru me televizionin Kanal 10 me materiale tjera. Len, faleminderit shumë. Bufmi.